Vdekja e ish-kryeministrit Fatos Nano ka lënë një boshllëk të thellë në skenën politike dhe publike shqiptare. Prej ditësh ai po kurohej në një nga spitalet private të Tiranës, ku gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar ndjeshëm. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, Nano nuk arriti ta përballonte sëmundjen dhe ndëroi jetë, duke mbyllur kështu një kapitull të rëndësishëm të historisë së tranzicionit politik shqiptar. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta është pritur me trishtim nga familjar, bashkëpunëtor dhe qytetar që e njohën si një figurë me ndikim të madh në jetën politike të vendit. Pas vdekjes së tij, familja është përballur me një moment delikat, ku krahas dhimbjes është dashur të menaxhohet edhe çështja e pasurisë dhe pronave të tij. Sipas burimeve pranë familjes, Fatos Nano kishte lënë një testament të përgatitur prej kohësh, ku përcaktonte me kujdes shpërndarjen e pasurisë. Ky akt është parë si një dëshmi e qartë që ai kishte menduar gjatë për të ardhmen atyre që i qëndruan pranë në ditët e tij më të vështira, duke shmangur kështu çdo konflikt të mundshëm mes trashëgimtarëve. Testamenti thuhet se përfshin pronat e tij familjare në Tiranë, investime financiare dhe pjesën e trashëguar nga familja e origjinës. Gjithçka është e dokumentuar dhe e nënshkruar sipas procedurave ligjore, duke treguar se Nano ka dashur të lërë një trashëgimi jo vetëm materiale, por edhe morale, qetësi dhe mirëkuptim mes familjarëve të tij. Ai ka vendosur që pjesa më e madhe e pasurisë t'u kalojë bashkëshortës dhe familjes së ngushtë, ndërsa një fond i veçantë thuhet se është lënë për donacione të karakterit kulturor dhe social. Ky veprim ka sjellë diskutime dhe reagime në opinionin publik, pasi Fatos Nano njihej për jetën e tij publike dhe për mënyrën se si ai zotëronte dhe administronte pasurinë personale gjatë viteve. Disa e kanë cilësuar testamentin e tij si një veprim të mençur dhe me vizion, që mbyll çdo debat dhe jep një shembull të qartë për mënyrën se si duhet të trajtohen çështjet e trashëgimisë nga figurat publike. Të tjerë kanë vënë në dukje se historia e pasurisë së tij ka qenë gjithnjë e komentuar dhe zgjidhja përfundimtare me testament është një mënyrë për të shmangur keqinterpretimet. Megjithatë, përtej pasurisë materiale, ajo që mbetet sot është kujtimi për një politikan që la gjurmë të forta në historinë e Shqipërisë së pas viteve 90. Për shumë njerëz, Fatos Nano do të mbahet mend si një figurë komplekse, me ngritje dhe ulje, me sfida dhe rikthime, por mbi të gjitha si një pjesë e pandashme e rrugtimit drejt pluralizmit. Ndërsa familja po përgatitet për ceremoninë mortore, shifëria po lë pas një epokë dhe po kujton një nga figurat që e kanë shënjuar fort këtë rrugë.